Bitcoini, këto vizatime mund të kem tani që datën 25 prill që i kam vizatuar. Skenari që do shkonte pak më thellë dipi nuk ndodhi, unë po e heq të tani. Ka ndodhur skenari që do vazhdonte më lart, do bënte testimin, konsolidimi këtu brenda kësaj zone 94 deri 100 ca, 101 gati. Bërja të konsolidim këtu dhe pastaj shpërtheu dhe shkoj më lart. Unë personalisht jam në një tregtim që jam diku te 1.6 raportin e RR-s, rrezikut kundër përfitimit, diku te 20% profit nga momenti që kam hyrë unë te 85 e ca. Këto analiza dhe prova janë ndarë dhe në YouTube dhe në Telegram, momenti që unë kam hyrë. Tani, duke pasur këtë rritje, po shikoj ca shenja fillestare një konsolidimi. Konsolidim që ndoshta ta bëjmë vizatimin, bën diçka të tillë dhe pastaj shkojmë prapë te all time high. Kjo do ishte, le të themi, kjo do ishte skenari bullish, sepse këtë skenarin e parë kemi realizuar, tani jemi skenar tjetër që ku do anojmë, se pati një trend, po vjen një mirë reversion, një çmim mesatar ose një konsolidim. Konsolidimi gjithmonë është më i favorshëm se sa ulja. Kemi edhe skenarin tjetër që vim prapë këtu dhe pastaj mund të shkojmë lart. Do shikojmë se çfarë do na japi kjo javë. Kjo javë është, le të themi, i rëndësishëm. Unë personalisht mendoj që mund të vazhdojmë edhe më lart. Nga këtu mund të bëjmë një, le të themi, shpërthim më të tepërt, që të bëhet shumë i blerë tregu dhe pastaj të kapim all time high dhe aty du të keni shumë frikë e një shitje. Por kjo është, le të themi, zona që na duhet. Kjo zona këto tani. Te 108, 106, 110, 109. Kjo zonë. Probabiliteti është më i lartë që të vazhdoj, ose mund të bëj një konsolidim të vogël këtu. Shitja te javori. Te javori, një gjë që është pozitive këtu është që RSI-ja ka hapësirë akoma që të bëhet shumë i blerë. E bin që mund të dali dhe një javë tjetër pozitive, edhe një gjë shumë pozitive në treg dhe ishte që po të shkonte te 118-120.000. Aty mund të bëhet RSI-ja shumë e blerë dhe të kemi shitje. Kjo do ishte një valë shumë serioze te Bitcoini dhe do të rrihiqte gjithë altcoinset te një zonë diku te 68 ose 60% rikuperim të shortit që ka krijuar në periudhën 3 mujorin e fundit, 3 mujorin e fundit. Kështu që do të shikojmë, prandaj po them që zona tjetër është 107 dhe pastaj kemi 120-ën, po që RSI-ja ka akoma potencial për në rritje, për këtë rritje. Kemi dhe frikën e një double top. Ky double topi kam përmendur dhe disa herë tjera që double topi mund të jetë pak a shumë identik me periudhën 2021, por double topi këtu bëri një maj pak më të lartë te i dyti. Shkoi te diku te 60.000 deri te 64.000, valën e parë, valën e dytë shkoi deri te 70.000, 69.000. Atë 2021-shi. Dhe po e bëri këtë, prap mendoj që mund të shkoj pak më lart se sa 110, mund shkoj 112, 118, është për të parë si një shenjë finale. Po bëri një high të ri te javori dhe RSI-ja nuk ka fuqi që të marri zonën 78, dhe bëhet një bearish divergence të RSI-ja që mund të kthej tregun totalisht. Prandaj po them që më mirë do ishte që të shtynte më lart,
shkonte më lart dhe pastaj na jepte mundësinë për short. Një all time high tjetër do ishte pozitiv për tregun sepse na jepte momentin e duhur për kapur një bearish divergence te javori, okay? Që të bën një bearish divergence te javori, ajo do na vulloste shortin masiv që mund na vi, sepse nuk ka për t'i u vënë për lart tregu. Prandaj keni kujdes, por sipas të rrethanave, kuptohet, ditë mas dite do kemi ngjarje të reja. Ethereum tregohet te javori një rritje shumë të madhe, mrena javës është rritur 37%, këtu jemi pozicionuar ne, që nga 1800, 1600 ne kemi qenë për long të Ethereum, dhe ka vazhduar këtë varën për lartë. Te javori, edhe aktualisht në fakt editori, unë kam këtë zonën 2580 si rezistencë. Do shikosh këtu që kemi bërë tregtimin e parë, konsolidimin, dhe tani vazhdon tregtimi i dytë. Unë personalisht kam shitur valën e parë 1600 deri te 1800 profit, prap hyra te 1800 dhe tani jam në një valë të dytë. Ka bërë përafërsisht atë që kërkoja unë, që ishte konsolidimi te kuadrati këtu. Konsolidimi te kuadrati nga data 23 prill deri datën 7-8 maj dhe për ditëlindjen time shpërthim. Kjo ishte dhurata që unë doja dhe ndodhi. Kështu që ka pasur konsolidimi këtu dhe tani kemi 7% profit. Dhuratë organike. Po. Dhuratë po, organike, eksakt. Tani kemi rezistencë 2500 dhe pastaj për mosh 3000. Ose kjo zona 2900. Po 2500 besoj që do ketë një rezistencë Ethereum, se edhe RSI-ja arrin nivele shumë të larta. Do të bëj të paktën një dip dhe do prisja këtu që në rritjet e kjo rezistencë dhe ndoshta arritjet e këtu. Po i që vazhdojmë më lartë. Ose një mirë reversion pak më thellë deri te zona 2200. 2100. Ka shumë që problem ka pasur gjitha me Ethereumit. Po. Ma të duket se Ethereum është rritë më shumë se gjitha altcoinet e tjera. Po kemi dhe Dogein që kam tregtuar unë që ka filluar pak më vonë. Shikon kjo? Ka tregtuar tek zona atje që sot është 15% plus. Po, jo me kam lut do të them. Okej, shumë mirë. Unë los gjithmonë këtë kam qenë. Edhe do shikosh po kemi bërë analiza tu. Trekënç, val për lart, konsolidim ose le të themi bull flag, sa ka thyer te zonën, kemi hyrë ne, shpërthim, edhe tani jemi rikuperim trendi. Por rikuperimi është ajo që i thash, po dorim një Fibonacci këtu, që kjo val mund të rikuperojë diku te 38% deri te 50% e humbjes që keni realizuar ose humbjes që ka pasur tregu. Ethereum, shikojmë dhe këtë pjesë e humbjes. Atë se 50%. Besoj pak më pak 38, shikon? Po shkon te 50, ndoshta shkon deri edhe te prandaj kishe vënë këtu. Këtë, okay. Mund të shkojë deri te 50% rikuperim. Nuk është një bull market, është thjesht një mirë reversion, një kthim te zonat mesatare të tregut. Kjo zonë këtu është zonë mesatare një vjeçare. Kjo zonë 2500-2700 është një zonë mesatare një vjeçare. Dhe nuk është ndonjë gjë e jashtëzakonshme shkoj çmimi po aty. Thjesht momenti që e kemi kapur ne ka qenë shumë e mirë dhe kemi ndarë këtë te Telegrami.
Dhe bëra një sondazh që pash që 38% nuk e kishin shfrytzuar këtë rast për të kapur këtë valën për lart, edhe pse donin të kapnin kripton. Edhe 38% nuk mendoshin që kishin shfrytzuar mjaftueshëm. Ca nuk kishin tregtuar fare kripton, 38%, ca nuk kanë shfrytzuar rastin mjaftueshëm. Mendoshin që kishin mundësi për të përfituar më shumë. Kjo ka të bëjë nga fakti që nuk kanë pasur eksperiencë, por ndoshta edhe nga fakti që nuk na kanë dëgjuar ne me analizat tona dhe të jenë të përgatitur para kohe. Ne ndajmë analiza ditë për ditë të Telegrami, flasim, diskutojmë për gjëra të ndryshme, do të jeni të vëmendshëm, të jeni pjesë e grupit dhe shikoni videot, podcastet, gjërat e tjera që ne ndajmë online. Kuptoj që nuk janë këshilla financiare, janë thjesht teme mendime të analiza, por kur unë them që po hyj për veten time, është thjesht që si pjesë edukative që ju mund të përdorni për vendimet e tuaja. Okej. Ta lejmë kaq, Kleo? Po. Si kemi pasat edhe të tjera, po lejmë kaq. Po janë kriptot, besoj se gjithë janë të lumtur, domethënë kush i ka lujt. Po, kjo është e rëndësishme. Po është ajo që ti duhet jemi kujdesshëm. Po, do të jeni si dhe. Atëherë unë po e mbyll me kaq segmentin e kriptos.